banorët e Mekës do të marrin përsipër që Muhamedit a.s. t'i sjellin një ofertë tjetër. Cila ishte oferta? Një ofertë e çuditshme, një ofertë e habitshme. I drejtohen Muhamedit a.s. dhe i thonë: me që ti nuk don ta lesh këtë rrugë, me që ti s'don ta lesh rrugën e fesë, ne kemi një propozim. Cili ishte propozim? I thanë: një vit adhurojmë Zotin tatë, edhe ti edhe ne. Një vit adhurojmë vetëm Allah. Vitin tjetër adhurojmë idhujt tanë, edhe ne edhe ti. Po a ka muslimani kompromis me çështjen e fesë? A ka muslimani kompromis me çështjen e njësimit Zotit me fjalën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Për fat keq ka, sidomos sot. Për fat keq sot muslimanët bëjnë kompromis me fenë e tyre. Edhe Zotin, edhe idhullin, edhe Zotin, edhe kishën, edhe Zotin, edhe teqen, edhe Zotin, edhe diellin. Qa muslimani jetë? E njeh ti fenë e Zotit atë apo jo? Allahu i lartësuar zbriti ajete kuranore. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Thuaj, o ju besimtarë, o ju shafira, unë nuk adhuroj ato që ju adhuroni. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Por as ju, nëse adhuroni një herë Zotin, një herë idhullit, as ju se keni adhuru Zotin. Çfarë lloj adhurimi është ky? Edhe Zotin, edhe idhull. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas çdo hapi të ndërmarrë nga idhujtarët e Mekës, ishte i prerë dhe i drejtë Muhamedi alayhi salatu wasalam që t'i qëndronte besnik fjalës së Zotit.